Prishtinë. Faleminderit shumë, zona dhe zotri, në ka të përgëruar mirë mbrëma dhe një së dini, në shohë spektaklin tonë dhe tuaje në odën, mirë mbrëma, zotri Naim Abazi. Mirëmbrëma të gjithë, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë, jemi këtu në sheshin tuaj, jemi në sheshin e fjallës e mire, këngës e bukur, në odën, në radio televizionin 21. E do të kemi edhe sonë të shumë qka, do t'jetë një mbrëmje shumë e bukur, në këtë weekend, në këtë të shtu në mbrëmje dhe nesër në mëngjes. Mund të imbyllni sytë dhe të flini rehat pas spektaklit tuaj, në mënyrë që përsëri sa po të zgjoni, jeni me spektaklin tuaj Odeon. Ku do të ketë shumë qka, do të ketë këngë, humor, do të ketë mysafir të veçantë, gjëra të bukura, përvoja interesante e kështu. Është një armate tërë, prapa kamerave, para kamerave, në skenë, edhe prapa kuintave, gjithandej është spektatori, telespektatori që të gjithë përbëjnë një armate tërë, që bëjnë gjithçka që kjo e shtun të jetë sa më e bukur për ju. Në mënyrë që ti harroni hallët, problemet, edhe të kaloni sa më bukur në një mbrëmje argëtimi, që në krejt përmbajtjen që ngërthën në vete shumë qka të bukur nga humorin, nga kënga, nga biseda e kështu më radhë. A ki në i pullë më të nalë, pak? Që ngërën bukur, që nke veshur mojmet. Më ka thonë plumi jo më vesh si puding. A si puding? Po, si puding. Sa e është rritë me puding. Djallë Hasreti. Po, kompliment ko marë. Mule, merë që më shtim. Mule pudingur, duke mule para lajmëru një duet të bukur, që së shpejti do të lansohet me videoklip, një bashkëpunim të bukur, unë edhe Benito. Benito, po, edhe kemi realizu videoklipin, shpresojmë që së shpejti ta lansojmë edhe në kanalin e YouTube-it, kështu që do t'jetë një këngë e bukur verore. Hip-hop, po, R&B. Po, e po bukur shumë. Me rap e me. Po. Benito që është të vërteta ka qenë artist gjithherë, ka qenë pjesë e spektakleve tona në ato vallëzimet e bukurat të grupit Future Step, të cilat për fat keq nuk përsëritën më, e që ishin të jashtëzakonshme. E që e përshëndesim Benito edhe suksese për këngën. E paralajmërojmë këtë duet tuajin. Në këtë skenografi tër glamur, mu më ka regullu zoti kështu. Edhe mu më ka regullu zoti edhe vetja. Po bukur shumë. Do të vinë ato që për çdo javë, na sjellin gazin, humorin, në shtëpitë tona, përmes alegorisë, satirës, sarkazmese, të gjitha, po mbi të gjitha jetën tonë e vën në atë nivel të cilës sido që të jetë i buzëqeshim, bile i buzëqeshim me zemër e me shpirt, sepse janë ato që e bëjnë këtë gjë. Artistët e humorit, Dada Hyr dhe Kulja. Linde, të gjithë për i ra. Edhe asi, a dim të ishin asi strawberry. Kishe drivë. Strawberry. Nëjmë që shjenajmë, a ju mirë. Po që, a ju Kulja del si qërshi gjithë? Unë qërshi pa ajo strawberry. Po për shkelqen krejt. Dët. Njonë, po na vizlojmë, po na bëjmë Mone se po na bëni me morre. Kuku, t'ju ka vëzoj diçka. Dhe le me kullën me shëti se unë drejtë shkoha, dhe në nëzete, hajtë po bëjna do kërgua që atë, kur na tu heth, ti shnol nga një polici që shtët, edhe veç në këshyrke edhe keshke. Driqin ja. Driqin, na vishtu këshyr keshim, s'ka nevoj mjanis me full. U tha, ku më dole të asi me pa ju thirë me telefon. Më le tha pim ka i kafe, të flasim të shtina për halk, e të keshim të knoqëm pak. Tash pa i ty dhe me njëherë, ga një hajde. Kur të afrua të të kafi që për shofim kita unë në kënej, njësia speciale, po na i ke diçka, dhe në detyrish. Tash o gani që ta të tha, po, tash gani, njësia speciale, edhe fëmit, e bia e kanë veç një qëllim. Ta qka ashtu, thash me ta bo shpin lugë. Ullëm që aty në kafe që të folë të bo lafë, kër për thëtë.
Oj, kule mëri ti që e dënë futbollin, kom haru me të kallëzu diçka. Tha, kur ke luja dit? Po? Et nesër më në tha shkova ka stadioni. Kur të hec aty një plak me 2 fasë zi. Po hec, ajo, po, dhe për bindo pare. Pa frona unë për marrë ato pare, për thëmë luke, që se të ronë paret, ajo për kesh, hi. Thash, Allah i la ki të thesin pare e kia. Tha, po, e ku i more? Tha, po nga stadionit, tha, unë e kom shpin. E ke që i këshin lujen, vishin në bërë tamin më pëshur. E ti nëziri do gërshon që i ka që, e t'ju dalë për para. 20 euro ja ta këpës. Drejt që njëherë, pa po të paskaron me në për të mirë, pas ke bu pare, pa e këtë vezin tjetër qaki, po tha ka posë dhe se që s'ka ndosh me pagu. Po ka urën, tha, e kom posa ditën me punu në gjykot. Po. Tha, ta man, tha, në gjykot, po rina, tha, kur, tha, rasti i por, tha, po hin njoni, tha, veç vetë. Pja bona i gjykot që kështu, a i tha vetë. Po, tha, a bon, tha, me ma të reguar syën, tha, pëse të le avokati. Tha, o zëti gjukas, tha, momentin kur e ka marrë vesh që une nuk i kom vjedhë që ato 5 milion, tha, më kalon. A kërë, që ti të rëmë shtiti me kërë. Pja bën gjykaci, qysh më re ki vjedhë bankën, pse ki vjedhë? Kjo tha që, ani pse? Po banka e para faja ka nisë. Zakonisht ta faja nisë. Po dhe? Tha, janë nësën të aroset e ndomje, sa din. Tha, kur pja bën, tha, ishin bure, grude ishin mudo, pja bën gjykaci, tha, zoj, tha, bën, tha, me ditë, pse po doheni, tha, me burin e juj? Ajo, po, zëti gjykac, kë, tha, pinjek, tha, femnat e huja, kur a i buri pej kërnerit, jes zëti gjykas, tha, përren, unë e pim ledhe, tha, kjo pinjek. A fund në ketë që kjo. A, po, Pja bën gjykaci, zoj, pse po do një mënda? Tha se kjo, tha, mu gjithë më zëzot gjatë seksit. Tha, qysh? Po, tha, më thirë në telefon e më vetë gjithë ku je. Qatë here. Po dhe, bashkë në punë, në zavoli matë matë. mu kesh, ke tha, e denoj, tha, njonin, tha, dhe tha, na, porina, adin, kur pe a bën gjykaci, tha, më falë, tha, me të pytë, a bën, tha, veç me di, tha, pse e vrove doktorin, e kishë vroj doktorin. Tha, o zoti gjykaci, tha, qësh mus me vro, tha, mi dha veç 2 mujdet jetë. Po, tha, po, në ti dhash 30 vjetë burg, e që, tha, peshe 30, që? Nuk më kesh dhe këtë gërën pasë banalice. Pja bën gjykaci. Zoj, më falni, pse kini rre, tha burin, tha, me palisë të bejsbollit? Jo, tha, se këm rre, tha, këtë tha më kalu, tha, me lujt me ta, tha, edhe unë pa hiri, tha, ja kom shu. Tha, pa hiri, tha, 28 hera, po normal, tha, kur si din regullat e lujës. Ti tjetë i shonë, mu do me gru, zoti gjykasa, une nuk më i ma. Për ditë, tha, ka 2 herë, tha, më re gruja. S'po di qa me bo. A i gjykasi me ngus pak. Ja ka bo, po qa me bo, tha, jo grua. Tha, qaq, ka pos mundësi, tha, ma shumë nuk mënës. Edhe a i shuk i ganis, të ngoj. Të ngoj që ke ngoj që ke gania. Ej, ku je të shku me gnalu qakin sy, që atu ka ma vi syni? A i tha, jo më re, tham për një femën. Ta me kën, ta me grun. E tja desë, me kjeta E kom një dost një farë Viktor i gothët, e qeshura është djeli që dhe bon dimrin nga ftyrat e njeriut. Jemi
kthyer këtu në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur. Jemi këtu në Odeon. Kemi thënë se për çdo javë vinë anë botës njerëz të suksesshëm, ata që në kurrizin e tyre bartin një bagazh të madh krijues. Sonte kemi fatin e mirë të rrallë që ta kemi një profesoresh universitare. Zonja Zotri do të vinë në vazhdim, një protagoniste e epokave shqiptare, një profesoresh e nderuar për ju, për ne, për të gjithë, profesor, doktor Drita Kadriu. Profesoresh, mirë se erdhe. Si e profesoresh? Mirë, profesoresh, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Si e profesoresh? Mirë. Me jetu tash jeton Prishtinë, Mes Prishtinës e Mitrovicës. Mes Prishtinës e Mitrovicës. Po mësim jep në Gjakov. Po, mësim jep në Gjakov. Në Gjakovën e arsimit. E vërtet. Një gjë që e kishe dashur që në fëmiri, që herët, Po, shumë e vërtet. Në realitet, ju jeni profesor doktor për momentin në Universitetin e Gjakovës, cilën landë ligjeroni atje? Momentalisht këtë semestër e kam zhvillimin e kurikulave dhe të drejtat e fëmijëve dhe etika e mësimdhënësve. Të me thënë, lëndët pedagogjike. Zhvillimin e kurikulave. Në realitet, edhe gjatë punës, edhe vetë si profesoresh në shkollë të mesme, më pas, një jetë e kaluar në arsim. Kjo shihet nga ajo CV-a juaj, nga karriera që keni krijuar, edhe një përkushtim i rrallë, jashtë zakonshëm. Kjo kështu, kish fillu që në fëmiri, e kishe dashuri, pedigre, e kishe dëgju nga më të vjetrit, nga mësuesit apo si erdhi? Është fat i madh për mu që edhe për breza që jetojnë mes dy shekujve. Unë jam njëra prej këtyre brezave që kam përjetu me pa zhvillimin e Kosovës përmes arsimit. Unë e kam pa përmes arsimit kryesisht. Arsyeja ka qenë se në lagjën ku jam rritur, kemi pasë mësues, edukator, drejtor shkollash të viteve 70, të cilët e kam pas pasion arsimin. Edhe e kishe si ëndër, i thoshe vetes, Po, e do kisha bëhem ëndër. mësuese, do bëhem profesoresh, a? Po e kisha ëndër, mirë po në ato rrethana kur unë jam rrit, nuk është nënvizu shumë termi karrierë, por një farë pasioni me orientu Dashurie, jetë, një për shërbim. dashuri. Po, për shërbim. Me i shërby njerëzve, vendit, të bëjut, e bukur kjo. Nga një vajzë që luante në rrugët e Mitrovicës, e që synonte mjekësi një ditë, po pastaj shkoj në biologji, përse ndodhi kjo kthesë e madhe kështu? Përkundër rezultateve që i kisha të mira në shkollën e mesme, nuk arrita të regjistrohem në shkollën e mjekësisë, në fakultetin e mjekësisë dhe pastaj vazhdova në fakultetin e biologjisë, të cilën e studiova gjithashtu me pasion dhe më dha thirrjen profesor i lëndës së biologjisë. Së biologjisë. Po. Tani, cili vit ishte ky kur konkurrove në mjekësi? Ka qenë viti 81-82, viti shkollor 81-82. Viti 81-82. Sepse ka ndodhë, tash unë me që kam mbaru mjekësin, e kam përvojt. Të gjitha ta, një numër i madh, që janë regjistruar mjekësi, kanë shkuar në biologji dhe pastaj atje kanë bërë nomin, zinë kanë shumë suksesshëm. A ndodhi kjo edhe me ju? Ndodhi, aty përjetuam shumë mësimin nga pedagogë të shquar. Të kohës. Të kohës, si që ishte Dervish Rëzhaja, Ismet Bajraktari, gjenetik, ishte shumë i njohur, gjithandej në për Evropë, për lëndën e gjenetikës, kishte profesor jashtëzakonisht të fortë, si në departamentin e biologjisë, ashtu edhe në shkenca tjera, në kimi për shembull, në fizik, po ishin një stat akademik që po, emra të mëdhej. Shtylla të mëdha të universitetit. Shumë e vërtet, shtylla të mëdha. Që i duart të pasën, po që si duket pa mjaftueshëm i kujtojmë e i sjellim në mbamendjen tonë si ata themeltarët e arsimit, të pedagogjisë, të didaktikës, aty ku pastaj thjesht jeta juaj vazhdoi me shumë sukses. U diplomove dhe u ktheve më njëherë në Mitrovicë?
Po, u ktheva në Mitrovic. E kishe me padurim ja dhon kontributin atë që kishe pas janë. Po, filloj një transformim edhe politik. Edhe pse kishte filluar viteve të 80-ta, po fillova me përjetu bashkë me brezin tim transformimin politik edhe brenda sistemit arsimit. Duke qenë mësimdhënëse biologjisë në shkollën atëherë është quajt 29 nëntori në Shqipël dhe viteve të 90-ta ishte një qëndrim, një komision në nivel Kosove që propozoi ndrimet e emrave të shkollave. Këtë komision nivel Kosove udhëheqte profesori kimis Xhavit Ahmeti dhe ne si Breziri propozuam që shkolla në vend të emrit 29 nëntorit të thirrej shkolla Fazli Grejqevci. A Fazli Grejqevci. Duke pasi vizion që si Brez t'i ndrisim edhe t'i qesim në pa herojt e viteve 68-ta. Tash, para vitit 90 kishe filluar të punosh? Po, fillova të punoj. Punoje të 29 nëntori, se ndronim dot, po. Po, me 89 ato para pregaditjet shpirtore ekzistonin, që një ditë do të ndrojmë se s'bën, se kjo nuk... Por, dhe të gjeti arsimi paralel. Ju edhe keni përjetuar arsimin paralel, me një kontribut shumë të madhë. A ishte ajo periudhë më vështirë, apo më e fortë për sistemin tonë? Ajo periudhë, pyetja shumë e mirë, ajo periudhë kisha e vlerësoj zakonisht si një periudhë me vlera të mëdha, që ka përgadit forcë të madhe në shoqëri. Edhe pse arsimin vetvetiu ka qenë në të frymën e organizimit dhe të ekzistimit të vetë sistem arsimor, po bashkë me të edhe të ekzistimit të kombit, njerëzve, të prindërve, të nxënësve, që i mbledhshim rreth shkolle, për shkollën, brenda në shkollë, sepse filluan migrime të mëdha. Ndërsa shkolla ishte një institucion ku lidheshim prindërit me shkollë. Nësa lidhe i krejt kombi. Po, lidhe i krejt kombi. Na e quajmë paralel, unë do ta quaja arsimin kombëtar, që filloi fiks në emër të Republikës tonë që e shpallëm, që e votum, bëm referendum, kështu në ato mundësi tona, për vitet tëra keni punu edhe pa kur farë kompenzimi. Si jetoje, profesorish? Me pension të nanës. Me pension të nanës. Familja punonte, mbaheshin ata që ishin në sistemin qoftë shëndetësi, se kisha motrën që shërbente në nënën Teres, të tjera, motrën tjetër në Arsim, unë në Arsim, një numër i madh i familjarëve që merreshin me biznese private e që ndihmonin vëllezërit e mbulonin këtë pjesën knej. Çfarë na mësojnë ato vite për arsimin sot? Si shembull i kohës? I sakrificës, si sfidës, si... Vërtet jam shumë e lumtur që po ju takoj personalisht, zotin Naim, sepse po ma krijoni atë ndjesin shumë familjare. Në studio po edhe pyetjet janë pyetjet të cilat shumë rrallë po i shtrën shoqënia. Ato vite duhet shënohen me të madhe, të kujtohen vazhdimisht, për shkak se janë të papërsëritshme. Edhe sigurisht janë të papërsëritshme sepse mobilizimi emocional, social, e kombëtar, e luftara ka qenë shumë i madh. I të gjitha strukturave shoqërore. Po misioni ynë ishte që fëmijët t'i mbajmë në klasë, fëmijët t'i mbajmë të lumtur, fëmijëve t'ju ofrojmë aktivitete, dije, t'ju ofrojmë krejt ato që parashite programi mësimor në mënyrë që në një moment bashkë me ta ta shijojmë lirinë. Sakte kemi ditë që liria do të vjen shumë shpejt. Më kujtohem vitet 97, kur në shkollën tonë erdhën shumë fëmijë nga vatrat e luftës Drenicës, kanë qenë edhe të vendosur në lagjën Bajr, ku unë mandej vazhdova me qenë drejtoreshe shkollës atëherë Meto Bajraktari, tash thirret Musa Hoti, dhe sa mobilizim të madh kemi pas që atyre fëmijëve t'ju krijojmë ambient, t'i përfshijmë në aktivitete
të provojmë, që ndihmojmë me I largu traumat, që sigurojmë tekste, që sigurojmë fletore, veshëmbathje. Ti marrim në përshtëpia familjet komplet, që sigurojmë siguri e garanci, atë sa ka mujtë, do më thanë, sepse në të ikun nga... Kanë qenë shumë dalu me familjet në Laxha Mbajrë, si kur familja Dedia, që kanë ofru gjithmonë edhe ambiente ku mbaheshim takime, pastaj familja Hasani, familja Koliqi shumë. Edhe ju kërkoj falje, po shumë familjet Laxhës Bajrë e kanë mbështet vazhdimisht aktivitetin në shkollë, kanë siguru familja Broja, kanë siguru Poqa, s'kemi pas rrymë, s'kemi pas një pëq me ble, me ndrit klasën, sepse punanim në ndrimin e pasditës, ndërsa para dite edhe pse kolegët tanë nga komuniteti sërb ishin me numër më të vogël, edhe të nxënësve edhe të mësimdhënësve. Shumë të vogël. E shfrytëzonin hapësirën e shkollës me gjithë ditën, ndërsa 1000 nxënës të paraleleve shqipe e ndanim kohën në 2 ndrime, prej 12-30 deri në 2 klasë e ulta. A ata vetëm deri në 12-30? Ata po në A hynit në të njëjtat klasë? Në të njëjtat. Se gjeneratat e reja e kanë akoma të paqartë, e vështirë për të kuptuar. Një apartheida, një ndarja, një segregacion I dhunshëm. Po, historinë e shkollës Meto Bajraktari, me këtë rast edhe po mduket është hera e parë. E sot quhet Zemërbardhi Musa Hoti o Flori. Po, quhet Musa Hoti. Në atë kohë ishte një qëndrim politik I strukturave të atëhershme të Kosovës, që mos të hyhet me dhunë objektet e institucioneve shkollore për shkak të masave edhe dhunës që mund të ushtranin Jugoslavia, Serbia, policia, paramilitare, të ushtria. Mirë po, kolektivi ishte shumë I vendosur që t'i çante 3 kordon polic dhe mësusja Fehmije, që ishte klasa e para 1, me nxënësin e vetë parë përdore, t'i qanin ato kordon të policisë edhe të futeshin në objektin e shkollës, e ky model pastaj... Atëherë kur në larguna? Po. Kjo ka ndodhë vitin 90. 90? 91. 91. Mandej këtë model të kthimit në institucione, në objektet shkollave... Në objektet tona? Po, e kanë marrë të gjitha shkollat anë mbarën Kosovës. Sepse ajo frika se do të mund të gjuanin, ishin të armatosur, mund të gjuajnë ose mund të bëjnë dëme. Maltretonin për plot andej profesor, arsimtare. Pastaj unë e gjeta se I ndanim ndrimet, kur shkova si drejtori shkolle, I ndanim ndrimet dhe arritëm me një farë mënyre që të marrim hapësirën, të shfrytëzonim se s'kishim as zyre, as kulenim dokumentacione e tjera. Po ju më keni... Si keni rujtë dokumentacionen? Një kohë gjati kemi bajt çdo ditë me veti. Në shtëpi? Shkollë. Pastaj më kujtohet shumë mirë. Një kthim në objektin e shkollës e cila shërbente për stafin teknik ku I vendosnin pajisjet e veta, fshisat, kontat e tjera, e kam thyr 6 herat derë, ja kam ndru bravën. Drejtoresha? Po, 6 herë e kam thyr dhe pala sërbe, pastaj ata janë tërhjek. E kam marrë qatë këthin si hapi parë. Tutje, hapin e dytë e kam marrë zyren e sekretarit, edhe kemi shfryzu me pedagogën, me sekretarin, po nuk kanë qenë, si me thonë, punë edhe veprime të leta. Në pështira. është dash një guxim, është dash një vendosshmëri me Ata që kishin robru vendin, ishin aty edhe të armatosur edhe të gjitha, edhe shkon një drejtoresh me profesoresha, me profesor, edhe hap një derë, edhe futet aty, realisht guxim se është akt rezistence. Kjo ishte rezistenca. Sa do që e qunin paqësore, kjo ishte rezistenca. Ishte frikshme. Profesoresh, për një fjalë goje, jam marrë në biseda informative. Për një fjalë goje,
janë maltretu njerëzit, për një fjalë goje kanë përjetu me muaj të tërë burg, tortura, rraje, kështu. Unë dëshiroj t'ju them se më keni nëzit me këto pyetje kaq bukura. Ne çdo herë edhe pse shfryzonim një objekt, çdo herë i kemi shënuar të gjitha festat, të gjitha ekspozitat e nxënësve, por që ka dalluar sepse pavarësinë tonë. Po. Ditën e flamurit, ditën e ditën e mësuesit, ditën e shkollës, të gjitha festat e vendosnim ekspozitën e nxënësve në ora 12:30, në ora 6 e hiqnim. Sepse do të vinin ata me marrë, pastaj me hec. Përsëri të nesërmën që me i mësu fëmin, me pa, me ditë kush jemi, çka jemi, përmes do me thonë se cilit aktivitet. E kemi humbë sot atë frymë, sakrifice, sfide që e kemi pas, profesorish? Po mendoj në këto kohë kaq dinamike të zhvillimit shoqërisë, shkencës, teknologjisë, ka ndru fryma. Ka ndru, por... Ose ka ndru dhe kërkesat, jemi të pavarur. Po. E kemi ushtrin tonë, policin tonë, të gjitha, tash janë kërkesa, nëjherë dhe egocentriste, që dalin, që e pëngojnë, që e humbin atë frymin e asaj sfide se sakrifice, që e ka bërë çdo njeri. Unë i ditë kam thënë, vetë ekzistenca jonë këtu, të gjallë, ka qenë rezistencë. Sigurisht, po, keni të drejtë. Edhe unë kam një thënje që ndoshta shumë shpesh në paraqitjet e mia publike e kam përdor, edhe kështu besoj që zën vend ai mendim se historikisht sa më shumë që është shtri arsimi në Kosovë, aq më shumë është ngrit pozita politike e kombit ton, po në të njëjtën kohë sa më shumë që është ngrit pozita politike, është shtri edhe arsimi në Kosovë. Prandaj tani janë kërkesat ndryshe. Kanë konvergu mirë. Po, pas luftës kemi pas dikun 23 deri 25% të njerëzve të përfshirë në arsimin e lartë, ndërsa sot se cili prind dëshiron edukim të vazhdueshëm të fëmijëve të vetë, dëshiron të vijoj fakultet, të studioj, ta lidhat atë studim tash kërkesat e reja, janë që studimet lidhen me kompetencë edhe me aftësi e shkatësi, ti afrohen tregut punës që pëndron në mënyrë shumë dinamike. Do me thonë, fryma ka ndru, por unë e pëlqej një thënie të popullit që duhet me qenë njeri para zgjetash. Aspekti human e njerëzor në asnjë frymë nuk guxon me humb. Sa keni pas parasysh këtë në edukimin e nxënësve, flasim akoma para lufte jemi. Se pyetjen e ardhshme e kam ku ishit gjatë luftës. Po, sigurisht normat pedagogjike nuk janë treja, as 20 vjeçare, janë 1000 vjeçare. Sepse civilizimet janë shoqëru bashkë prej filozofëve të vjetër antik, edhe ato janë përshtat në rrethona të reja zhvillimit shoqërive. Edhe te ne i kemi mësu shumë nxënësit për aspektin human, por kjo kërkesë besoj se duhet tjetë sot edhe më e madhe. Gjithmonë. Sepse nuk e zaventson njeriu sa më shumë i ditur, sa më shumë njeri. E vërtet. Në ditët e luftës, ku ishte drejtoresha? Ne kemi kalu pjesën më të madhe të luftës në Mitrovic. Në Mitrovic, aty mbete? Aty si me thone kam ndje shumë. Ishte e vështirë? Shumë e vështirë. E mendoje ku i ke nxënësat, ku i ke mësuesit? Po, ka qenë kur kemi shku në Mitrovica, se din që kemi kalu një kolon prej Mitrovicës me shku në Shqipëri në këmbë. Dhe jeni kthy prap? Po, jemi kthy një numër i madh. E kur i kam taku një numër të madh nxënësve në fshatin Gremnik, ku të gjithë kishim ndru në pamje, kishim ndru në veshje, kishim ndru. Nxënësit afroheshin edhe thonin, drejtoresh, a jeti? Kësha, po, unë jam, po, sa po kam qef që për ju shok, kemi lujt me fëmi. Qëndrimi në Gremnik është një histori në vete. Kemi qëndru në shtëpi të djegurat fshatit, ku fshatarët nuk kanë qenë aty. Ata ishin zhvendos dikun tjetër. Në malet e Vulljakës kanë qenë ushtrija shlirimtare e Kosovës.
ndërsa rrugën asfaltume të fshatit që lidhej Klina me Gjakovën e kalonin, e kontrollonin ushtria serbe, paramilitar ndryshëm. Aty ka Mitrovicas që janë në zhduk, sepse i kanë arrestu dhe pastaj... Po, i kanë arrestu. Po jeta ashtu është interesant, zotin a me pas, po gabojmë që s'po i shkryj memorjet mirë, nuk ka fjalë që e përshkruan atë jetë, kur je refugjat në një shtëpi të djegur, e blen një 5 kg mill, 150 marka, 200 marka, do me thonë... E vështirë. është një rrugë që nuk kalohet dy herë. Dita e shlirimit të gjeti të emëruar drejtoresh, po ku të gjeti? Dita e shlirimit me një qershor, familjarisht kemi hypë në stacionin autobusave në Mitrovica. A, keni shku në Ulqin. Fatin njëjtë me familjen e Mihris, realisht. Po, ka qenë ajo ofenziva e fundit që ka qenë shumë e vështirë, edhe aty në stacion të autobusave kam pa njerëz që kanë dorëzu arin e familjes komplet për 5-6 bileta të autobusit. Kanë dhënë para shumë për 5-6 bileta të autobusit. Nëna ime i kishte pas të fshehura 1.000 franga, me të cilat 20 vetë kemi ble bileta edhe kemi hypë në autobus, kemi shku për Ulqin, por ka qenë interesant se stacioni ka qenë me njerë që nuk i njehnin as parat. Nuk dojke ai shici biletave mi marë, pare ty e mendu që si kish pa kur. Për fat aty kam pasa, kanë dhënë njerëzit pare, sepse ka thonë populli jonë, shpirti ishte jam bëj. Po, thojnë malli bardh për ditë të zezë. Po, e kam përjetu këta. Malli bardh për ditë të zezë. U ktheve drejtoresh mas luftës? Po, u ktheva. Edhe a i kthim ka qenë jashtëzakonisht i pikluar, sepse objektin e shkollës e kishin pas marrë ushtria francize, dhe kemi fillu, se unë jam kthy me 15 qershor prej Ulqinit, jemi kthy familjarisht, qysh kemi shku, jemi kthy me autobus, dhe kemi fillu negociatat me nalçu objektin e shkollës. Po dikun me 5 shtator, një mësuese, më ka telefonu, më ka thonë drejtoresh, dyrt e shkollës janë të hapura, nuk po shihet njeri. Ka ndala. Ata e kishin lëshu objektin, po nuk e kemi ditë. Edhe kemi hy me një grupë mësimdhënësish aty, kemi pa gjithë shka. I kemi lajmëru në për organet atëhere kompetente që ishin, kemi pa klasë, ne thonim jam pika gjaku, kemi pa veshjet nuseve në podrumat e shkollës, as një bank nuk e kemi gjitë, as një karrik, as një dokument. Po mbi të gjitha, nuk i gjetëm 2 mësimdhënës tonë, Fatime Gjakën, mësusën e kulturës fizike, dhe arsimtarin e artit figurativ, Murat Eminin, i cili ishte vra me gjithë djallë, ndërsa Fatimja me gjithë bashkëshortin. Nuk i kemi gjetë 26 prind të lagjës, e disa nxënës të lagjës, që ishin tani më nxënës shkollave të mesme, dhe më kujtohet shumë mirë, mbledhja e parë e këshillit arsimtarve, më mbetet në memorje si ndër mbledhjet më të vështira të jetës. Sepse gjithë kemi qajt njëkohësisht, nuk kemi ditë ka të fillojmë e si të veprojmë, si duhet me marrë vehte në një rrethon të pas luftësh. Pastaj prapë me baza vullnetare, botë? Po. Me banka, me karrikje? Po, filluam një bashkëpunim i mirë ishte me atëherë TMK-n, të cilët erdhen në oborrin e shkollës, ngritën një tendë dhe filluam të mbledhim në për shkolla tjera, skeletet e bankave, drasa, edhe ata i saldonin bashkë me një ekip franceze. Edhe i plotësum bankat. O plotësuat. Po.
Edhe organizimi politik tash po ndryshonte, po bëheshin më shumë parti politike dhe zgjodhe PDK-n. Pse? Me ju thonë të drejtën, të unë ka pas rol në orientimet politike një mendim të cilin e ndërtova gjatë luftës. Nuk e kisha kuptuar se nuk duhet gjithmonë të dëgjohet dikush, po duhesh me pas edhe një mendim të ndën. Duhesh me ndërtu një mendim kritik në çfarë do bisede që e ndëgjon ose në çfarë do mendimi që ta ofron dikush, qoftë edhe politik. A do të thot kjo që i thoshe vetës, ma mirë të kisha qenë me pushkë në dorë në male, se sa e rrethuar këtu nga këto... Po, 1000 herë i kam thonë vetës. Edhe me ju thonë të drejtën në korrik edhe gusht të vitit 98 i kam kalu në të gjitha fshatrat e Drenicës. Kur jam kthy, një shoqe më ka thonë atë shkojmë, kam thonë ne duhet me kontribu këtu ku jemi. Po me rënë jem nga Drenica? Po, me rënë jemi nga fshati Syrigan, Sogër, te Rudniku, një fshat shumë i bukur. Jashtëzakonisht i bukur. Edhe kështu e ndërtova mendimin politik, se shoqërive nuk i duhet një mendim, por i nevojiten mendimet plurale edhe partit të ndryshme, sepse zhvillimi do t'jetë më i shpejt. Shumë ndjeva mungesën e të mos qenurit ushtare, kam shërbim mjaft për të gjithë, mirë po drejt për drejt ushtare nuk kam qenë. Nuk ke qenë? Motra ime vogël. Ke qenë ushtare kombit? Po. Një mësus? Ishe mësuse. Pesha e mësusit dhe pesha qilit smatën. E vërtet. Me azë. Po, shumë e vërtet. Dhe studimet postdiplomike i fillove me njëherë, se ishte kjo një ëndër, një dëshirë? Po, unë zhvillimin profesional dhe akademik e kom qu si paralel, po kam qenë shumë e fokusuar pas lufte të zhvillimi profesional. Edhe jam shumë e përmbushur me atë aspekt, sepse përmes trajnimeve, duke njoft andragogjin si shkencë e cila i përgadit të rriturit si të mësojnë, e kam mësu vetë vetën. Po i kam mësu edhe qindra, mija, mësimdhënës, anë e këndë Kosovës, përmes trajnimeve në programe ndryshme. Kjo më ka ndihmu mu me mësu për vete, edhe me kuptu filozofinë se mësuesi është nxënës gjithë jetën. Mandej vazhdova falë ati vështrimit që më dhanë të tjerët se duhet edhe zhvillimi akademik, vazhdova, përfundova studimet në master në drejtimin e udhëheqjes arsimore që më sfidonte shumë. Po dhe sot më sfidon. A ndikoj kjo puna në arsim, sidomos, si drejtoresh? Shumë. Që të bëjmë sa ma shumë në aspektin didaktiko-pedagogjik. Shumë. Që kjo dia e cila edhe pse e kishe në një moment në punë pikash në fakultet mjekësik, nësë nuk ndezi, po për fat ndezi andej. Po. Ku u bërë shumë më prominente, më eksistente, më e qëndrushme që të punosh në këtë drejtim. Dhe pastaj gjatë rrugtimit, tash edhe politik, një ditë përfundon në Ministrinë e Arsimit si një drejtoresh e çfarë? Po, kështu karriera ime politike, edhe kjo profesionale janë zhvillu paralel. Konverguan mirë, po, shumë mirë. Hecen. Sepse nuk mendoj që mundesh me qenë një politikan i suksesshëm nëse nuk je i profilizuar edhe nuk e din çfarë profesioni ke. Nuk mundet një politikan me mbulu të gjitha fushat. Unë isha shumë e kënaqur me profilin tim si mësimdhënëse, njohëse kësaj fushës ku kam punu, edhe mendoja se po më plotson mirë politika, sepse do të merresha veç me këto tema. Pas përfundimit mandatit si deputete dhe zëvendës kryetare Komisionit për Arsim. Në realitet, se kjo është pyetja qendrore, kryesore, ju keni fatin e mirë e të rrallë që zgjidheni deputete, se e kisha pyetjen e radhës, të gjeti PDK-ja apo e gjete PDK-n? Se nëse të kanë gjetë ata, kanë kallëzuar në quri, se kanë gjetë një profesionist, një profesor, një njeri të ditur në... Keni të drejtë... Apo ishte e dyanshme? Shumë pyetje e mirë, është e dyanshme, por në Mitrovic gjithmonë ka pas njerëz që shpesh e kam dëgju
kryeministrin tha që ka thënë Mitrovica e qeverisë Kosovën. Edhe realisht e ndjej se në Mitrovic gjithmonë ka profile politike, ka dhënë profile politike të suksesshme, si Bajram Rexhepi, Vebi Beqiri, Ahmet Mava. E gjitha ta profesor, pa fund. Shumë. Kur ti mendosh? Ju kërkoj falje që nuk mund Po, janë numër shumë i madhe, si mbajmë edhe mend. Hamza, po, shumë, vërtet shumë që kanë marrë përgjegjësi të madhe, Sadrej, Ferati, kanë pas përgjegjësi shumë të madhe edhe në detyra në nivelin qendror. Prandaj mes asaj am gjet a e gjeta, besoj që jemi gjetë në të njëjtën kohë. Jeni gjetë bashkë në të njëjtën kohë. Tash është periudha e shpalljes së pavarësisë kur jeni deputete. Po. Edhe është një nga momentet sigurisht më të bukura të jetës, për jetëve të mbetet histori, shpallja e pavarësisë, nënshkruese asaj. Si ndihesh me këtë gjë, me këtë raport? Gjithmonë jam shumë mirënjohëse historisë, rrugës, për kushtimit tim kombëtar e profesional, edhe gjithmonë e mendoj se rruga më e mirë e zhvillimit karrierës është të mos ndahesh nga çndrimet e popullit. Edhe që kjo rrugë, që to lëvizje më kanë gjetë që me 17 shkurt viti 2008 të jem në Kuvendin e Kosovës e të jem pjesë e ekipit të Partisë Demokratike e të gjithë deputetëve në ditën e nënshkrimit të pavarësisë Kosovës. Si parti edhe keni qenë numri më i madh, po momenti i bukur, a? Janë momente që s'harrohen? Jo, nuk harrohet ajo. Ato dorëtrokitje të shpalljes, më shumë me lot? Po. E me lot gëzimi. Po, kishte lot. Të papërjetuara. Po, kishte lot. Kemi pyet të gjithë kemi thënë, po çka bër Ismail Qemali atë ditë? Apo Luiz Gurakuçi? Apo pastaj dhe një ditë je vetë protagoniste e një gjëje që ka qatë baraspesh, që ka qatë vlerë. E bukur kjo? Unë nuk e kam... I the vetës ja ka vlejt kjo sakrificë, kjo përkushtim? Shumë. Normalisht se rruga që ndjek në krah me popullin, kur keq nuk ta qetë. Edhe atë ditë unë kam pas aq emocionet përzjera, sa nuk disha si me përshkru momentin. A jam më shumë e gëzuar, a jam më shumë e pikluar për njerëzit që s'janë. Kthehesh dhe i mendon gjitha ato gjenerata. Breza. 3000 vjetë. Po. Që kanë synu këtë ditë, këtë pavarësi. Nëse më lejon, atë ditë kam rri me shkru një poezi me 4 vargje se nga pak shkruaj nga njëherë, të cilën kur më nuk ka mujt me jashtu as një resht. As me ndryshu, as me përgjërsu. Po, e mbajnë më në shumë, edhe e them, me shumë si më dhënës gjatë trajnimeve u recitoj vjershën time. Po, poezia është kështu, sot jam pjesë e miliont, e të gjithë atyre që s'janë, e të gjithë atyre që dhanë, e të gjithë atyre që festojnë, e të gjithë atyre që gëzojnë. E mu duk vetja që e përmblodha atë historinë e brezave. Sigurisht, sepse kur e kemi në zemër në shpirt, edhe në ato vargje e gjejmë krejt atë që ka duam. Për ndryshe, ka momente, edhe unë kur flasë sidomos për figura kombëtare, thamë nuk ka laps që e shkruan, nuk ka mendje që e përmbledh veprën e tyre, se liria është mbi çdo gjë, më sublimja e njerëzimit. Doktorove para apo prapa kësaj ngjarje? Doktorova pas kësaj ngjarje. Pas kësaj ngjarje. Nuk ju dava arsimit? Jo. Nuk i tha vetës por rivesh deputeta aty se mirë qenë ka? Jo, edhe jam me fatë që si kom thonë. Që s'ko nejtë. Kam tentu, mirë po, ndoshta, zotin Naim, ta merr një pak me rezerva mendimin tim, po si çdo gjë që është bë komerciale, ajo që mas pakti duhet Kosovës, komercializimi i politikës edhe i partive është i dëmshëm besoj. Sidomos për një vend të ri, të sapo shpallur, të pavarur, 18 vjet i kemi, po
Sot kur po gjirojmë realitet e kemi ditën e kushtetutës dhe është ditë festë, është mrekulli, të festojmë deri në qiell. Le të na dëgjojë edhe vetë Zoti, si thrasim e bërtasim për këtë ngjarje të madhe që e kemi përjetu, në gjeneratat tona kemi pas fat interesant. Kemi përjetuar, me thënë, 4 segmente që vështirë mund t'i përjetoj një njeri, një kolektivitet, një këmbë, kemi përfunduar pas luftës 2 të robruar nga Serbia dhe Jugoslavia, pastaj në bazë presionit të një komunitetit ndërkombëtar, ndoshta një farloj premtimi të luftës për liri, dal nga dal mezi kemi qelë do shkolla, një farloj liberalizimi në vitin 1974 tutje, ndërtimi në universitetit të shkollave, janë gjëra që nuk janë pa vlerë, janë me vlerë shumë sublime, por më pas të robruar thellë, luftë për liri dhe sa t'jemi liri, sa t'jemi në këtë shkëlqim glamuroz që në gjithë Evropën e zënë vendin e vetë në, po themi si skenografi, si vend si, dhe flasim lirë, evokojmë mirë është që të flasim lirë, të evokojmë, po dhe të punojmë shumë për këtë pavarësi, profesorish. Dhe doktorove ku? Në Tiranën të? Në Tiranë, po, doktorova në Tiranë. Sa mirë e ke realizu këtë dëshirë? Po. E bukur të doktorosh në Tiranë, jashtëzakonisht. Dikur e ke pas ëndër, sigurisht me shku vish me pa. Po. Një ditë me hy në universitet, e më knaq për ta njëtën. Ne si mësimdhënës të ri e patëm fatin me shku me një kolegë tonin i cili e organizoi një udhëtim në Tiranë me sindikatën, profesorin Ylber Durmishi, në vitin 1992. Me Ylberin? Po. Që ka që autobusin mas pare, që ka hapë rrugën mas pare, ka fillu me shtyp librat të poetëve të shkrimtarëve të Shqipërisë ilegalisht, me i shtyp nështë aknej, e me i qua nej, e me i shtyp atje, e me i përru knej. Ajna mundësoj një udhëtim përmes organizimit sindikal, edhe 50 mësimdhënës të Mitrovicës shkuam në Tiranë me vizitu Shqipërinë. Kisha një porosi prej babës tim që merre me rezervë pak se Shqipëria është vend i izolum. Nuk i besoja. Po, kemi shku, kemi taku njerë shumë të rëndësishëm, njerë që na kanë ofru një frym besimi, një frym të vullnetit se do të bëhet mirë edhe në Kosovë. Prandaj kthimi përsëri në Tiranë me studimet të doktoratës më përmbushi shumë. Edhe dëshiroj ta përshëndes mentoren time, e cila më ka hapë krahun shumë që përmes të kuptuarit mendimit kritik, gjatë shkrim leximit si komponente rëndësishme e zhvillimit personalitetit mësuesit, të bëj doktoratën me te dhe unë të mbroj një doktorat e cila i ka trajtu terminologjin duke pasë shumë fjalë të reja në fjallorin e mësimdhënësve janë hyrë në Kosovë pas vitit 99. Edhe në mes asaj sa duhet t'i përdorim ose çka janë, unë i studiova dhe duke dhënë si rezultat një fjallor të terminologjisë në fushën e arsimit me 770 faqe me kolegën time Irida Hoti nga Shkodra, e plotësova vetën time se gjuha është diçka që transformohet vazhdimisht dhe ne nuk jemi faktor që mund të ndalim hyrjen e fjalëve të reja, po duhet ju ofroj mundësi mësimdhënësve të kuptohen drejt, edhe normalisht të gjinden atë sa ka mundësi fjalë të cilat të përshtaten në Shqip, ose të krijojnë fjalë të reja në Shqip, atëherë kur nuk mundemi me i përkthy ose me i përshtat fjalë që hynë në gjuhë. E të begatohet fjallori hynë që i ka 36 kronja kjo gjuhë dhe pak fjalë kemi përdor, do më thonë, edhe kemi përdor, po dhe kemi fut në fjallor, po kjo duhet të zhvillohet. Dhe e kisha pyetje, a duhet futën e thatë,
që duhet futen. Mentorja si e kishte emrin se duhet ta përshëndes. Mimoza Gjokutaj. Që të japim gjarë të ekipit, sepse e keni bërë një gjë të madhe bashkë dhe ju ka qenë mentorja dhe kjo është bukur. Ju keni bërë punën tuaj. Sot jeni profesoresh në Gjakov, po më herët keni qenë në Mitrovic. Nuk ekziston kjo lëndë? Apo... Jo, unë prej kur kam fillu me punu si mësimdhënëse e arsimit lartë profesoresh, jam punësu në Gjakov. Ashtu ka qenë, a? Po, këto 3 vite e gjysmë kam punu në kabinetin e Bedri Hamzës si drejtoresh e arsimit. Në Mitrovic. Në Mitrovic, dhe tani jam kthy përsëri në lëndët e mia, në detyrat e mia. Fatimir, për dëkëja prapë e mur një profesor doktor drejtoresh të arsimit aty, a? Po, e morë. Bedriu, profesionist i malë, ata që janë profesionistë më dhaj edhe kërkojnë punë profesionale, edhe i thrasin profesionistët. Ta që mirë do t'ishte që edhe në parti edhe në të ardhmen në sërasysht edhe hynë qeveri, me ba po të njëjtën gjë. Profesorishë nderuar, kam disa pyetje me i qujtë sfiduse, sepse kam pas dëshirë një farloj përshkrimi të CV-s tuaj kronologjikisht që na keni thënë aq bukur. Falenderoj shumë për këtë japë. Sistemi arsimor në Kosovë. Gjithmonë është më vështirë nga aspekti pedagogjik me ushtru pyetja. Që ju falenderoj për pyetjet. A është sistemi arsimor në Kosovë sot më i mirë apo vetëm më modern? Nga periudha juaj e sfidave, sakrificave. Sa pyetje vështirë, o Zot. Sistemi arsimit sot është modern, po gjithashtu i ka vështirësitë e veta goxha të mëdha, sepse arsimi nuk duhet të politizohet, po kërkon një qasje gjithë shtetërore ose gjithë kombëtare, gjithë partijake, mos me ndërhy në sistem politika ditore, po të krijohen politika zhvillimore. E tani ne që po e përjetojmë ndërrimin e pushteteve shpesh, i shohim edhe aty këtu ndonjë rezultat, po i shohim edhe pasojat e politizimit. E ndërhyrjeve, Po sashrisht në udhëheqje arsimore. A kemi ma shumë diploma apo dije reale? Po, Kosova ka pas nevojë për diploma, sepse unë e përmend gjithmonë një hulumtim të profesorit Aslan Pushka për vitet e 60-ta, i cili thotë se deri në vitet e 60-ta Kosova ka pas dikum prej 13% arsimuar me arsim të lartë veç 3%. Aty këtu, së më kujtohen ndoshta shifrat sakt, po, kjo është studimi i tij. Dhe pas luftës ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Kosova ka pas diku vetëm 25% të njerëzve me arsim të lartë. Tendenca dhe trendi ka qenë i rritjes së përfshirjes të popullit, nevoja me u zhvillu në arsim të lartë. Tani, kjo nevojë edhe kjo rritje përfshirjes ka shkaktuar edhe numër më të madh diplomave. Që shpesh ndoshta nuk përputhet me aftësinë. Po tani kemi atë komponentën e re, tregu i punës, që ty një punëmarrës nuk të merr veç pse e ke diplomën nëse nuk e ke edhe dijen. Nuk bëhet operacioni pa kirurgun super profesionist. Sigurisht. A janë si më dhënë sa duhet të mbështetur sot, apo janë të lënë vetëm? Unë shumë shpesh e kam konstatu edhe ndjej që mësimdhënësit janë të lënë vetëm. Nuk mundet reforma me ndodhë në nivele politikash edhe qeverishës, pavarësisht cila është, nuk e kam atë gajle, po reforma ndodhë në klasë. Në klasë, mësimin e mbanë mësimdhënësi. Nuk mundet spontanisht me ndodhë ndryshimi edhe transformimi nëse ajo nuk ndodhë në klasë. Prandaj unë e shumë shpesh e them që mësimdhënësit i kemi lënë vetën për një periudhë bukur të gjatë. Nuk duhet.
ata kërkojnë mbështetje, ata kërkojnë mësim, aftësim të vazhdueshëm për shkak dinamikave që i ka shoqëria. Si mundet një fëmijë sot shkon Njohje të reja, përmbushje. Një fëmijë shkon i informuar sot në shkollë, ndërsa mësimdhënësi duhet të pret 3-4 vjet për një trajnim. Dhe me thënë duhet të krijohen mekanizmat më dinamik që e përcjellin zhvillimin e mësimdhënësve. Nuk e kam idenë unë me kritiku dikend, sepse shumë kolegë po i shoh në ekspertat arsimit, po i shoh në mungesë që të asaj që kërkush nuk pe pyet ekspertin kur gjë, japin mendime, opinione, shkruajnë për e marrin guximin të sociale. Gjithë, për të folur edhe besoj edhe për të vepruar. I kam një 3 pyetje të shpejta profesoresh në vazhdim se jemi ka fundi. Libër apo teknologji? Libër përmes teknologjisë. Të më përshër. Po të të me dal libra, që i lexojmë online. Po libri është, unë besoj shumë të fuqia e librit. E librit. Edhe inkurajoj studente mi, po edhe njerëzit familjarët, kur i shoh që prindi nuk është model për fëmijën, prindi nuk lexon kur. Që shka me lexu fëmijën? Ose fëmiju e sheh prindërit, babën e nanën, vazhdimisht telefon, edhe i thot fëmijët merri librat, po nuk i merr asaj. Ja, do ta marri telefonin. Që libri është... Disiplin apo kreativitet në klasë? Nuk ka shkollë të mirë pa disiplin, as drejtor të mirë pa disiplin, as mësim besoj që mekanizmi kryesor që e zhvillon shkollën është rendi, rregulli, disiplina. Disiplina nuk është dhunë, mos ta marrin njerëz se... Disiplina është respektimi asaj që po bën. Është respektimi rregullave, rendit shtëpiak. Nuk e drejta e një njeriu përfundon aty ku fillon e drejta tjetrit. Dhe jo disiplina është anarkita që. Anarki. Absolutisht. Nuk mund të ketë institucion arsimor të rregullt pa disiplinë. Qoftë disiplinën e mësimdhënësve, mbajtjen e mësimit, qoftë disiplinën e nxënësve, mbajtjen e rregullit, eliminimin e dhunës, bullizimeve etj. Pra disiplina të çon në kreativitet, ndërsa të menduarit kreativ është niveli më i lartë sipas taksonomisë së Blumit i të menduarit. Artistët janë kreativ dhe e kanë dalin aty, të nivelin i gjashtë të menduarit. Nota apo kompetencë? Korniza e kurrikulës Kosovës është hartu mbështetur në arritjen e kompetencave të nxënësve dhe nxënësve studentëve dhe kjo transformim i vlerësimit të nxënësve përmes kompetencës hasën vështirësinë nga mësimdhënësit. Kështu që vlerësimi i kompetencës duhet markohet, duhet të qitet një vlerë, po çajo vlerë, 1, 2, 3, 4, 5, duhet të përmbushet nga aspekti i kompetencës. I kompetencës. Shumë bukur nga të thamë. Profesoreshën ndëruar nga këtë thënë gjëra shumë bukura. Unë e thamë shpesh herë nuk është të thamë për të thënë edhe për të dhënë të tërën. E besoj që do të jemi prapë bashkë në ndonjë emision, sepse është shumë rëndësishme. Unë si puna juaj i quaj margaritar të emisionit që na sjellin gjëra shumë bukura, përvoja interesante, na japin formula zgjidhje dhe kjo është shumë e bukur. Nëse do të takonit veten tuaj 18 vjeçare, çfarë këshille do të jepnit? Shumë pyetje e bukur. Ndoshta unë jam prej atyre personave që nuk e kisha ndru rrugën time jetësore. Do t'i kishe thënë profesor doktor Drita Kadriut, vazhdoje këtë rrugë pik për pik si që ke ardhur deri më sot. Me të mirat edhe të këqijat, me përparësit edhe dobësit, se kemi dobësit tona dhe ne kemi lënë diçka pa kry, kemi lënë ndonjë obligim, kemi te kalu diçka, po megjithatë në fund të fundit, duke të falenderu shumë për këtë pyetje, se më kishti me mendu, i kisha thënë, Drit, kjo është rruga jote. Kjo është rruga jote.
Edhe kjo ishte mbrëmja juaj profesorish me ne, ishte kënaqësi, na ke thënë gjëra shumë bukura. Një profesor doktor, një femër model, një pistë e bukur për ta dëgjuar ata që duan suksesin në jetë. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Këshire mirien kë ka vesh si pëding. Do ka kësë borti aqit për mi, ajo pëding e kuq. Bo... S'po fulli. S'po fulli. Bob, jem këthy prom natën të shpia. U këtheva? Natën imi ka dole qetë. Krej ter, hina ka dole. Fmit kishin fjetë kretë rënë. O, zëtash, rruj këta fmi me kretë fmit e botës. O, kish fjetë gruja një farë gjumi të rondë. Që që shflejke? Thash, rahem, mos hen gjëna mja prish gjumin për 30 euro. Edhe jëm dole, ka dole, qetë, e t'jum shku drejt muzik live. Ja. Te kum qil derën aty, penini varzoni, 2 dele, 300 pare, 2 dele, 300 pare. Jo, bo, ngushtica hormuzit, Irani atje të mero me Amerikën, u shtrejtu nofta, edhe kom t'ju shtrejtu. 2 dele kënejke këngtarja 900 pare. 900 pare? 2 dele 900 pare. Jo, Bob, ta shti ku shkësh verës në dorsma. Po? Me mirije në orkestër me lurën. Ti bëne pak ma lirë. 2 dele, 600 pare. Mirë, 600 euro. E ku nejtë muzikën knaq, kur jem këtu në shpe. Hajde, ra. E kisha arru telefonin, e kisha arru. Nuk kish po gruja një SMS. Tha me konflenti. Nuk ma nëmë. Bobi thash qitë. Nuk ka rëndësi zemën me konflej. Ka rëndësi me këqohem. Me këqohem. Suna tje nuk shkoj, atje shkoj me nej qutë si kur të dojt. Po dhe? Pa, mos i rëg ma biti dojve për të kalzej. Ishin orë bijat kalablak, nëna e mi kam ljell. Hajde me nej të dojt, edhe mashallah këtu bijat e mija ketë ka 4-5 fmikan. Po. Nëna vish thirë dhe të hola i ka thirë. Kur erë puna me ro me fjetë, që shkem lumë të ri, me të më vetëmi. Boba dhe nona me të njashtë. Thash, ja, ju fleni knashnu për bobën, për nonën. Nuk është problem, unë i qej në hotel. Normal, se s'të knaqë në na jemë se gjëna. Edhe ti ku mi më kërë, po shfor hoteli. Në vilë, bo pëllash ma lirë. I qova në vilë, i thash recepcionistit mundësesh nëse ke mundësi bobës, ja eb digitruin e thash se ko qef me këshu lojmet. Jëm këthy në shpe, e kum thirë nonën Viber, si bëj ke Viberi? Bobas dhe me lidhë vajrlesin, ka i në vilë ju kish lidhë vetë. Vetë vajrlesin, bobas ju ka lidhë. Po dhe më ndojë na em. Po dhe. Edhe pe thiri bobën Viber, tit. Po lajmë ruhet nonë, në thash, oj nonë, kalëzëm oj nonë, apo mënë më rahatu. O djoli e, ta voni ullët. Këta që shoftë si 3 taftë. Nona s'po mëj, si kom dru venin, së po flej heq. Thash, oj, nonë, më stanin se adin sa bia që kujnë aty. Kejtë tuj dhe thjuna s'mëj me flejt, kur qënë sa ba, zëmë në mëngjes me afshin të gjyshmëve të sime në mëndën. Bob, dhe sa njeri ka vonë s'flej, aty do ka flej. Po ka flej. Edhe, të thiri recepcionistin. Thash, mënë si shatë digitron, jepja bobës. Jo, tha, thira bobën të një, qëve digitronin. Tha, po thot, për loj me kësha nejtë e shpia. A i kishku me pushu e bobë. E shkja të seva me. Na, jenë kupër interesant. Na, se ke njoni, nusën e morë me helikopter. Amo, me bu më kollë në i sen, e shymë me kufe. Me kollë e shumë dhe në gjesh, administratat dhe ngrek. Po, na jem edhe
Na jem, ngëm, 100 vjet jena, kur pëthën Gjermani, 100 vjet jena Mropa Gjermanisë, edhe një 50 vjet onash. Edhe onash, a? Bob, mas pori 50 vjet na duhen me dollë në binor, tani edhe 100 vjet me shku për bora. Tani e vënis 150. Problema. Tunga qita vot. Tunga qita, tunga qita, tunga qita, tunga qita, tunga qita Kumanov, tunga qita Mitrovic. Mirë se ka prozat. Jo hozamën. Mitrovic Kumanov. Çështo, që shqiptar bash. Jo hong shazamën. Qëre. Thuaj, më skesh me budollën, më skesh se s'kam fajnë. Ngë. Thuaj, ta në herët se budolla ko në fokë. Shashtu ish.
e ka hongë dreshin i farë kalem budolen, i ka doli në fok, e ka morë një nusë, ku kushta sytë të bolit, harrovëm ju kalzu krejt, për na son të kina dosëm, piku ma njove për na son të kina dosëm. Na, sët për herë por, mas 45 vjetë për martojmë kalimin, eftojmë s'ket nusën edhe dhondrin, hajde priza zhëtë. Hajde muzika, hajde me muzika, po, s'ka horë. Eftojmë. Hajde të ftojmë. Ordani, uzi, u shqitë zoti fare, uzi. Atëherë, mirë se keni arë, kalem. Ati e budon, ngam, atë kam su shush mësë ilë. Mësë të lavë këtë pu, zhysa. A ki përshëndet mësë afert? Po, sa bita më falni. Mirë më roma të gjithve, faleminere që keni arë kitë shpelkohë ka të malë, edhe ju përshëndet gjithve, edhe pritni edhe pak si stash buat buka, këna bo bukë për tonë. Shkaj të nejti nusë, a ki përshëndet më safer? Jëqe. Qiu? Qështu? Që? Mirë më Roma. Mirë se kemi orë. Mirë më Roma. Vaj nusa jam, i një rande të rria të shka qosh, hajde bërë! Mëmë dreshi. Mos më të rëlladë. Dhe të rële ka vime shku me të një rande. Zhysa. Pse s'ka ishe dhe në për shkosovë, që shtu? Zhysa. Kalem. Dhe shka po të rrgjë ma... Në falë. He! Shka pe hap goje, në të të afru momentet me hidhonën. Po mërë gjumë, edhe nuk se shkoj në apina, që. Që. O zhys, ka dole se nuk është momenti, këtë mos më të rëllavat kam thonë 100.000 herë. Dhe shka se një farë ziklime. Atëherë, mos e një kejtë të ndasëm tënë, në dhe me shfrizur asën, një nuk unë këtë në dyve. Kalem, mas pojtë të baje pytje. Në momentin këtë hishë dhonër të sonë të aty, ata mërmenja, a ki me pos shtirë? A ki me pos shtirë, po se ka me prashit me kozmënë. E ti nusë, ata mërmenja se ki me pos shtirë? Asën s'kam pun me kozëm. Ja, po më në kështu, a ki me pos emocione? I kom kry. Oj, lup, po thëta, haj. Shto bre, a ki mu drijë, me emocione drijë. Pë që aty. Diçka pi mojet gishta, të këtërt në majet kres, si thu pranuj për drijë, na? Po e ke lonë telefonin, në vremaj qyqe. Bëdol, po diçka pi tutës që tu më kam lidh. Për shka më tutaj më të... Më ki mu? Pa i me të pozve shty, po? Se për nuk jena i tjetëra? Po, që izje, puna që soj dosme, gojlet grove. O, gojlet ti e kësë unë të në kismet krejt. Ma së më rekë shto, a njeve shka të tha, jo ty pa tjetër, a njeve shka të tha. Se ki jena i tjetëra? Ha? Shka vet që të hunë si spet? Sa i ki? Gjavitin, i strefin, shabonin. Që? Sa i ki? Nja. A, një nështë, kështë ma shumë. Nuk më shtash momenti, zëtë një këtu, nuk ishtë ajo qëfar ju po më ndoni e kaluara ime, e lekit pun. A din qëfar momenti kishtë ashti? Mos më të rëllav, A ki momentin unozën mja vonë? Po, pashafe, ja kom leonozën dashnurës teme. 85 evra. 25 karat. Ta ongë shagishti nuse. Shkaj të bo ashtu mërë? Pekëshyri se thojnë dashërohet në mu. Pa dashërohet njerin koli. Ama nuse gishtin ta ongë shara duren.
Ka dole se ma këputë e dreqt. Ju pas ka trau histi. Jo, e ke bje për 3 vjeq. Hini. Hin, pra, s'ka qore. A hini, ja? Hini. E që është hini? Dhe që loga, pak. E loge? Po, pra. A kështë momenti kishtë ashtë, Kalem. Mos në ojë që unë kom. A din qëfar momenti kishtë ashtë? Mos më të rëllav. Puthja! Puthja? Puthja, oj, jo mu, oj, jo. E s'maj këtë puthi? Atë kalion met. Boba, oga, halon së do me migjën, shukria, bedria, krejtë të shpia. A din që më prim boba. A dhe maj se se dvi boba shka puthja. E s'maj këtë puthi, po në familje. E qka i thëmë ogës kështë krejtë të shpia. Hajde ma e këngëtaret për puthën jena, hec ko për familjen. Këngëtaret puthën për puthën. Astin ma si ma të lusha për familjen. Ta zungra, fa. Ta zungra. Që ko ki? Që e ko ki? Ja pa forën. Oj, nuse. Gënë të jonë. Me pas ditë për që shtë kër njësë që shë marshtu. Kër njësë që martua pa të kujteshe pa të marrë me qitë në ana. Gënë të jonë. Që u ishtë njerë të pusin foqës e morë, dhojtë të kënë budalëm. Qu? Se ti njerë në foqës dhe në munol, ti i të rëndje se s'pat njohën. Qu, ta jam gënë të jonë. Qu, bërë shumë shpejtë. Ti hongër të dreqi atë kime si armatur. Po grita, matë mjekër. Grita vëlloj nuse pa ke da është burë, që soj thëjnë me zatetën, hun leshtë. Ujë të ashtë se, në më këto, këso është zlak, që një herë. A di qëfar momenti kishtë ashtë? Që shemës më të rëllav. E a pet me të putha të shish mu, po? A i taksirot një herë i shtirë se ta shko dretë që më nollë. Po, se të sonë zoshtë. Ta në një herë, bre! Nalë vet, se fe nollë njërin. Po? A di qëfar momenti kishtë ashtë? Po, vesh pak se po mas vënë po më qigrau dikush. Ka po? Po më thirë dikush. Po thirë? Po. Kusho? Borim la pu që ja pas ka vjedh me ftarë që jelit kumin. Alo, urnani? Alo? Urnani? O, Kalem, O, hajo? apo vjen me mandresh një kërë se mu ka prish? Wallo, ja s'ka vaksa, mu ka prish kërë jam. Pas mune shish me ardha? Jo, valloj, së të nreqë, së të kismet për moj më të me nreqë kërën tem. Po, qka jetu bo që s'mune sh me ardha? Vav, së unë të kam u bojë ullë kismet, o një 10 minuta. Yll? Qfar ylli, qka ki me bo? Vav, ka me hidhë unë, dhe në hajvan. A, pas ke pun të madhe me bo? Fatë madhe, mare, tonë dhe kam bo para mje, hajtë ditën e mirë. Shobet ashtë telefonin, A ti qëfar momenti kishtë ashtë? Po mos më të rëllave u myta të të mësu. A kemi hidhonër? Mytën e gjëmë, që nuk se i në dhënë. Kujtë shku ti? A, bës pa të me hiti? O, jo, ne po është të trosë her ka dole. Mas po e dhëtë me morë nusën, me shku me shqit mrena, se ato bijat nusës kanë mja mësu do rene. Mës ja boj gojle nusës e nusja i din renet ma mirë se bijat, bilim së i bijat. Sa shto është adeti, hec. Hade se adeti unë shashtu, hade. Hajt, rruga marë mëtër, i shola ta prind zotën e fokë, snotën e mirë. Kalem, kujtë është ku bre? Ka qa nusën? Dreshi, ku pesha nusën? Ka dole, të kalzova, mas pori, nusës jam mësojnë dorejnë e bijat, unë e ty ishtë ashtë të thire Naimin, Naimit i mësojnë ty dorejnë. Po lebesh fa Naimi s'de për vete poshtë familjen. Ti u bone Naimi, unë e thire, Naim më bozi! O, të nga qeta bot, a je pure fort, si je, ku je, ku ma qeta. Mas po e po të kërkojmë folje se ta kena bo një dasëm, shtu hangë familjar, ka nërë Musafir pita në ande, po Kalemin e kena martu sante. Mirë shumë urime. Tu martu falminire shumë, për herë të parë është tu martu. Për herë para? Po, kjo e ka një të keshe se nuk i dit atë dorejnë e tish. A kishë mujt tim me jam mësu dorejnë e Kalemit mësë është dhondra, atë prish punë. Jo, s'ka problem, po këto rene mësohen vesh.
Unë do të mi kalzun vesh. A jo, ti njës, mos u punë. Okej. Kalem, si që. Në gjo. Jo. Në hoqen. Jo, në gjo mirë. Jo, në gjo. Ja banem, gjithësosën i moj men që shpëllut atë pas ka punë për 3 vetë. Ani, qka me bota ashe? Muj vlohën e mi mojt men që ku ma shkojnë vetë. Së më interesat. Po shkoj pra? Ku ma shkojnë? Pa më the shko? Ani shko? Meri! Kemi kaluar në momente promocionale. Do të vinë në vazhdim sonte për promovuar që në këtyre një duet djem të ri. Zonë e zotri për ju, për ne, për të gjithë. Driton Shala dhe Blendion Krasniqi. Driton, mirë serve. Mirë Gjeta. Si e Driton? Mirë, falenderit, mirë ka dorë zotë. Mirë ka dorë zotë, ja? Është do në dhe Dritoni? Po, normal. Ja, po në hizmetin, po hizmetin, du m'jam bo, pa po hizmetin. Blendion, mirë serve? Mirë Gjeta. Si e Blendion? Mirë, ju si. Mirë je? Mirë, falenderit. Si u ka shku bashkëpunimi me Dritonin, mirë? Mirë, shumë mirë. Mirë, a? Kemë edhe bashkëpunime tjera. A keni edhe bashkëpunime tjera? Po, bukur shumë. A Driton, sonte do të këndojmë një këngë që quhet? Po, një këngë mon e kena punu është projekt i ri, është pak si ma moderne pak. është këngë dashnis, po pak ma ritmike. Këngë mon teksti muzika mon gjitha e ka punu mon Exona Soni, të cilën e përshëndes shumë nga zemra, i cili përshëndet mon dheri në sot mon projekte, mon zhiri në klipë, teksta muzika mon gjitha i mon, për ke projektet a i përkujdeset. Sa është përkujdes për juve? Po, ma i përkujdeset. E përshëndes nga zemra, zote rujt, respekt, dhe këto jemi shumë bjerë. Ideja ishte që ta bëni duet? Po, ideja ishte të mon në dëve, të mon bisedun pak, na për shtatë mon kongë nga sena dhe vendosëm... Po, godasim dashni? Po. A na godet forta, pregaditim po, mendojmë që ka me... Po, më besej që po. Me shpres. është balad? është kongë balad dhe shtis, po është ma ritmike. A pak ma ritmike. E po, bukur shumë. E keni bërë klip? Ne edhe mund, kemi planë, po, kësmet këtë shtunë në kësmet kemi do përgjere. Këtë shtunë keni me do, mirë shumë. Po i paraprino dhe unë, kështu me... E po, bukur shumë. Jeni të knashur me realizimin me këngën me? Po, të gjitha. A ja ulëm skenën? Po, e promovoj? Edhe një herë, titulli këngës? Alo, zemrën time. Alo? Alo, zemrën time. A thret alo? Po. Alo, zemrën time. Driton Shala, Blendion Krasniqi, s'kena për ju. Alo zemrën të ma e ki, se s'po mu ju në pa ty. Je njat krejti kom përzi, tu pivene dhe raki. Qka lype me shku me tjetrin, me arruti ato djetrin. Zemrë ma ke bo kej copa, dorën ten ka me t'veç gota. Vete lype këta, të nda filim ra, jom të pipa nal, se nuk jena ma. Vete lype këta, të nda filim ra, jom të pipa nal, se nuk jena ma. Alo zemrën të ma e ki, se s'po mu jom na pa ty. Je njat krejti kom përzi, tu pivene dhe raki. Alo zemrën të ma e ki, se s'po mu jom na pa ty. Je njat krejti kom përzi, tu pivene dhe raki. Ma bone si ati tjetrit,
Mos me folja ke po vetit. Tash po dën mësit me lambo, bashk me mu me desitetit. Vete lype këta, trëndafili mra, jëm të pipa nal, se nuk jena ma. Vete lype këta, trëndafili mra, jëm të pipa nal, se nuk jena ma. Allo zemrën të ma e ki, se s'po mu jom ma pa ty. Jenjat krejti kom përzi, tu pidhen edhe raki. Allo zemrën të ma e ki, se s'po mu ju ma pa ty. Jenjat krejti kom përzi, tu pidhen edhe raki. Allo zemrën të ma e ki, se s'po mu ju ma pa ty. Jenjat krejti kom përzi, tu pidhen edhe raki. Gji, mirë sere. Faleminderit për këtë. Ashtë për emër artistik? Po, artistik. Artistik, ha? Po. Kur e ke fillu me përdor këtë emër artistik? Kam fillu nëntor të vitit kaluar. A nëntor të vitit kaluar? E pa po kur shumë. Për ndryshe ke këndua dhe që në fëmiri? Po, kam këndu, kam qenë shkollë të muzikës për 7 vjetë e gjysë, në pjesë të korit. Shpesh kam këndu aty edhe si solo, soliste. Mirë po... Në Mitrovic? Në Mitrovic, po, shkollën e muzikës të Mitrovicës. Ma pastaj u rrite? Pastaj u rrita dhe jeta... E qka pate që u rrite? Angazhimet e jetës, po s'po di...
Të rrita. Ku rritë më shumë, në Kosovë në Amerikë? Njajt, 15 vite kam jetu në Amerikë. 15 vite në Amerikë. Sa vjeçare shkove? Shkova 17 vite. Tjerat nuk i vazhdojmë se i zbulojmë vitet pastaj. Tjerat, po. 17 vjeçara? Po. Në ditët e luftës, në realitet. Ditët e luftës, po. Fund luftës. Do më thanë, ju dëbun nga Mitrovica? Po, ashtu, si kur krejt që... Përfundove në Shkup? Nga Shkupi? Shkup, nga Shkupi në Amerikë. Në Amerikë. Po. Edhe pastaj qëndrove një kohë? Po, një kohë gjatë, ndërkohë gjatë 18 viteve, ku ardhë 3 vjetë kam jetu në Kosovë. Do më thonë, për 18 vite, veç 15 në Amerikë? Po, 15 në Amerikë, mirë po, gjatë aty në 18 viteve, 3 vite kam marrë në Prishtinë, kam jetu dhe ajo më ka lidhë ma shumë me vendin. Edhe në Prishtinë me ndonjë arsye, u punësova? U punësova, po. Qa, në kuadrë të këforit atë? Jo, në graphic design. Aha, graphic design. Po. Me një kompani të Kosovës. Një kompani e Kosovës? Po, e kam dash shumë. Mësove atje? Mësova, po, kam shku atje në shkollë për multimedia computer art. Bukur shumë. Edhe pastaj u ktheve prap atje? Dhe u ktheva prap. Se u ktheve u martove që atëhera po qa? Po, u ktheva për një arsye për pasaport, se atëherë në atërën me marë pasaportin Amerikan. Po, jenë nga ato ma njërë me tramën dokumente. Po, bash atëherë. Po, generata mam në fat në historinë e Amerikës për viza, kemi qenë ne. Shumë, na kam pritë shumë mirë, për ditës parë. Me pasaporti Amerikan, me pasaport Amerikan, po. Me pasaporti Amerikan? Po. Po, me shpirë të me zemër shtu Kosovare. Kosovare. Hajde, hajde, Kosovare. Po, bukur shumë. Kur ju riktheve këngës? Nga një nostalgji, nga një dashuri e vjetër, kështu? Po, vjetja kam fillu me shkru disa tekste. A, me shkru vetë, pastaj? Vetë, po, dhe me tanë tekstet i shkruajon. Dhe vjetë e vreva që kua ka ardhë mja fillu me seriositet muzikës. Me seriositet, Po, se gjithmonë kam gëndu, mirë po kur gjo publikisht. Jo publikisht. Këto 3 këngë janë dalë publike. Rasti rallë, interesant, të kthejesh pas realisht 18 viteve për e Amerikës, se thojnë në një vend 15 vjetë, nëse pin ujnë ati vend i vështirë që të kthejsh, po ti u ktheve. Ashtu është shumë vështirë. U ktheve me në një biznes? Me vendosë mu këtu shumë vështirë, mirë po u ktheva fëmi dëshirën të kthehen. Fëmi dëshirën të kthehen? Qa ishin rezultati edukimit tuj? Se kemi ardhë disa herë këtu. Ja u keni majnë kohë, Kosova, Shqipnia, Kosova, edhe kam pa Kosovën, i ka përqy shumë. Ju ka përqy dhe po kthehemi? Po, jemi këty, jemi ardhë për një kohë të shkurt, mirë po fëmive i përqej shumë edhe kemi vazhdu me jetu këtu. Edhe po vazhdoni, edhe ke hap një biznes? Edhe kom hap një biznes, po lokal. Po bukur shumë, e mban vetë? Vetë, po, është në Tokë Barqe, edhe aty pikturaj është si mini galeri. Do më thanë ju edhe pikturaj, që ta themi këtë. Edhe keni piktura aty, piktura që janë edhe në shitje. Në shitje, po. Si quhet lokali? Rezbar. Rezbar. Po. Se Rezita. Rezita, po. Do më thonë, krejt kishin me ti reze, rezarta, për Rezita, i rallë kështu. Po, Rezita, Reze, Zita. Zita pas të e bërë. Po, pas të e bëna Zita Gji. Zita Gji. Zita Gji për Zita Gashi. Aha, se Zita Gashi, Zita Gji. Se atë këngëtarin që kemi në Amerikë, aj Mr. Gashi quhet, a? Po. Në realitet, se ka bo Gji, aj Mr. Gji, po Mr. Gashi. Mr. Gashi. Ma mirë Mr. Gashi e mojnë nëmë. Po. Po bukur shumë. Këto këngë, tekstit i ke shkru vetë, po muzikën kush e ka bërë? Muzikën produksioni Alba. Alba? Po. Që the në Bruxelles? Në Bruxelles, po. Ke ndoni lidhje atje, apo? Jo, vetëm rrjetë social. Rrjetë social. Pashi ata kryeshin disa karaoke në gjuhën Shqipe, që ka mungu shumë këto për gjuhën Shqipe kanë. Po, ata i organizojnë atje? Ata i organizojnë. Qka, kanë studio? Studio e ka në Belgjik. I orkestrun këngët? Po, edhe në studio e kam orkestrun. Kuj këndove pastaj, në cilën studio këtu në Prishtinë? Jo, i kom këtu remote me iPad. Sikur gjatë Covidit. E ke pa qështë po thot aje po ta shohim në këtë model incizimi, në regjie kemi edhe platorin që njeh këtë branch, këtë lëmi shumë mirë dhe ta shohim si po na del. Shpresoj që jo përqan. Si quhet kënga që do ta këndosh në vazhdim? Njëra Thirrët mos më ndalo dhe tjetra Sheqer. Mos më ndalo dhe Sheqer. Poezia vet. Poezia vet. Klipe i ke bërë?
videoklipet, deri tash jam fokusuar në këngë, se i kum bërë shumë shpejt. E pastaj? Pastaj do të realizoj edhe videoklipet, se ja pak jetë këngëve. Zita, ne do t'japim duar trukitjet e botës, do t'alem skenën, do të duar trukasim dhe do të kënaqemi me këngët tua. Ty të dëshirojmë suksese, absolutisht. Faleminderit. Zita G, skena për ty. Faleminderit. Mbrëmje bukur, mysafir të veçantë, mbrëmje fantastike, por ishte kjo e tëra. Plani mirë, mbrëmje bukur dhe zonë në pasë, që e të mirë, që dhe të plane. Natën e mirë, miru pasim javës tjetër.